Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në windowradio.am. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Window Radio. Mirëmbrëma bashkëdhetarë që do të jeni në Shqipëri dhe diasporën. Mirëmbrëma stafit të radios. Teknika po më përsëritet zëni. Jam unë Gens Paçuku dhe po ju flas nga studio e Radio Window në Londër. Sonte është nata ime e parë si moderator në Window Radio. Kam pranuar ftesën e drejtuesit të radios, zoti Leonard Koja, për të bërë pjesë e radios në funksion të pasionit tim, por edhe të misionit të radios që është edhe misioni im. Dhe ky mision është zëri i lirë, mendimi i lirë, promovimi i aseteve të mendjes, inteligjencës, dinjitetit, humanizmit, profesionalizmit dhe patriotizmit me një qëllim interes kombëtar. Regjia nuk e di si dëgjohem. Ju kërkoj ndjes të nderuar dëgjues. Atëherë vazhdojmë, pasi marr konfirmim nga regjia se dëgjohem mirë. Siç po thoja, në mbështetje të misionit, vendosa ta quaj këtë emision mikrofoni hapur. Mikrofoni hapur është për të gjithë që duan të shprehin mendime, ide dhe duan të shërbejnë vendit. Media tashmë qartë as në shërbim politikës dhe interesit personal, të larguar nga misioni i tyre, shpesh mundohen të censurojnë këtë që mendon ndryshe nga politika. Atëherë ashtu Window Radio, dera për trokitur dhe gjetur një mikrofon të hapur. Një familje e vogël ndërton si fillim një shtëpi të vogël, por duke u rritur familja, shtohet kërkesa dhe nevoja për shtëpi më të madhe. Prandaj duke parë rritjen e familjes Window Radio, u hapëm në studion në Londër si fillim, por që do të pasojë edhe me të tjera në vazhdim. Unë si fillim do të jem me ju çdo të martë, por nëse ne do ta pëlqejmë radion, ju do pëlqeni moderatorin. Për moderatorin nuk po flas se ju ka për zemër gjithmonë. Atëherë lind nevoja për të takuar më shpesh. Nëse ndonjëherë flas me të madhe, mos më keq kuptoni, nuk është arrogancë, është pasioni për emisionin, por edhe misionin. Si çdo fillim ka emocion dhe shpesh emocioni ndikon edhe tek performanca ime. Emocioni nga fakti që nuk po më ndjek kush, me thënë të drejtën më vret. Por duke besuar se sonte nuk jam vetëm, por jam më shumë ndjekës, unë mbushem me adrenalin, me energji, por edhe me dëshirë që komunikimi me ju të jetë sa më i sakt, i sinqert, miqësor, por edhe profesional. Kam 31 vjet në emigracion, 25 vite në Greqi dhe 6 vite në Angli. Origjina ime është Mirdita, nga aty ku ka lindur dhe ku është formuar dialekti i gjuhës shqipe, por duke jetuar me shqiptar nga gjitha trevat, në përpjekje për të përshtatur me ata, kam tentuar të afrohem te gjuha letrare. Por nëse e ndërthur dialektin që më bën të shprehem më lirshëm me gjuhën letrare, mundoheni të mos më keq kuptoni dhe të mos më merrni për dobësi. Mos më thoni një malok prej Mirdite u bë moderator i radios. Ky ishte pak a shumë prezantimi nga ana ime. Besoj që nga gjithë kohës që ne do të jemi në linjë bashkë si sonte edhe herë tjera,
do të merrni minimumi respektin nga ana ime, pastaj aftësia profesionale, nuk e di se çfarë niveli jeni ju ata që do ta gjykoni dhe vlerësoni. Por mos hezitoni të ma thoni që ta di atë rri këtu ku jam, apo të përmirësohem edhe ma shumë. Sepse unë në jetën time gjithmonë kam pretenduar dhe tentuar të përmirësohem, të bëhem gjithnjëherë më i mirë, më i përshtatshëm, dhe sidomos radja dhe zëri im më bën dhe më detyron të jem korrekt, i sinqert, i drejt për drejt me gjithë ju. Gjithsesi unë e kuptoj se mund të ketë edhe njerëz të cilët nuk do të kënaqen qoftë me zanin tim, qoftë me fjalët e mia apo me mendimin tim. Unë përsëri do të tentoj të ndryshoj, por nuk garantoj se mund të ndryshoj shumë. Kështu që ata që nuk do ta pëlqejnë emisionin, me qenë se pjesa më e madhe na ndjekin nga Facebooku, Mark Zuckerberg ka kriju variantin e largimit, kalimit diku tjetër në Facebook dhe injorimit tim. Kështu që më mirë do preferoj atij sa i injoruar se sa i paragjykuar. Por gjithsesi shpresoj se sonte do ma falni, nuk do të filloni të më vlerësoni dhe gjykoni, do më jepni pak kohë edhe mua sa të krijoj atë qetësinë time që është e nevojshme për të qenë në një emision live në radio. Unë vazhdimisht në këtë radio, që kam pranuar të punoj të bashkëpunoj për këtë radio, do me thënë të punoj të bashkëpunoj, ne jemi një radio vullnetare, kuptohet, po, drejtuesi i radio, zoti Leonard Goja, më ka dhënë hapësirën e nevojshme për të vepruar sipas mendjes time, filozofisë time, edhe gjithçka që unë mendoj se kështu duhet më. Do të mundohem paraqes pranë jush vazhdimisht vlera. Por do kemi edhe raste të tjera që disa njerëz ndoshta nuk do të flasim për vlerën, po për të na dhënë shpjegime për disa veprime apo mos veprime që ato bëjnë apo nuk bëjnë. Kështu që do të krijojmë një ndërthurje në panel vazhdimisht, do të ketë raste që ju nuk do t'i pëlqejnë të ftuarit, ndoshta nuk i pëlqej as unë, po kemi edhe ca detyrime për të sqaruar opinionin publik në lidhje me gjithçka. Disa njerëz që kanë në dorë vendimarrjen për fatin e Shqipërisë, ata duhet na japin llogari dhe unë besoj se do mundohem të thras që ata të japin llogari edhe ju pastaj të gjikoni vetë pozicionin e tyre ose pozicionin tuaj ndaj atyre. Pra gjithsesi, unë kam mendimin tim që do ta shpreh lirshëm, megjithëse jam në moderim, më takon që ta shpreh të ftuarit, por edhe unë rrëmbem nga emocioni edhe shpesh herë do ta jap edhe mendimin tim, patjetër, por që në përgjithësi do besoj që do ketë hapësirë për gjithkënd që ka dëshirë të jetë pjesë e emisionit. Ne kërkojmë dëgjues në radio, por jo vetëm dëgjues, se do të kemi edhe folës, sepse dikush do të flasi që njerëzit të dëgjojnë. Prandaj kushdo që do ketë dëshirë për të thënë një fjalë, për të dhënë një ide, mund të shkruani në adresën e radios apo në adresën time personale, edhe unë do mundohem të jem i hapur edhe mikpritës. Kjo ishte ajo që do thoya për vete edhe për emisionin, edhe sonte në emisionin tim të parë, unë kam ftuar doktorin e nderuar dhe aktivist, zotin Ilir Allkja, nuk e dia e kam në linje. Doktor, nuk e di nëse më dëgjon. Mirëmbrëma Genci. Doktor Mirëmbrëma, edhe të falenderoj. Besoj se kemi vlerësuar njëri tjetrin. Unë të kam vlerësuar pasi
je personi I parë që unë thërras në emisionin tim të ri mikrofoni hapur, por edhe pranimi I ftesës tregon se më keni vlerësuar dhe të falenderoj pa mos. Ishte privilegj për mua. Faleminderit. Privilegj plotësisht I merituar. Të falenderoj dhe të suksese në projektin tënd. Faleminderit. Duke ndjekur politikën e radios, për të dhënë zë figurave shqiptare që japin kontributin e tyre në shërbim të vendit, kam menduar se ju jeni një intelektual patriot dhe meritoni mikrofonin e hapur në radion tonë. Kënaqësia filloi akëndorë me ju, doktor. Ju falenderoj për konsideratën. Unë përpiqem të bëj pjesën time, nuk mendoj se jam në intelektual I spikatur, po thjesht përpiqem që në këtë Shqipëri që jetoj të bëj atë pjesën time, kontributin tim, qoftë duke sqaruar njerëzit dhe nganjëherë edhe ndikuar pozitivisht se si gjërat mund ndryshojnë, mund të bëhen më të mira për Shqipërinë dhe shqiptarët. Atëherë të përfundet dhe të falenderoj për modestinë. Ti bën ato që bën, vlerësimin e kemi ne dhe në vlerësimin dhe çikimin tim je një aset I nderuar, një intelektual I nderuar dhe një aktivist I nderuar që shërben shoqërisë dhe vendit. Ju falenderoj do. Ndjehem vlerësuar. Faleminderit. Patjetër doktor, sepse ne jemi mësuar të atakojmë njerëzit që bëjnë gjëra të keq, por ne nuk vlerësojmë ose nuk japim hapësirë njerëzve që bëjnë gjëra të mirë. Prandaj ne duhet japim hapësirë njerëzve që I bëjnë gjëra të mirë, që njerëzit të kenë shembull për të marrë. Ju falenderoj. Është hera dytë që komunikojmë bashkë në një lidhje radiofonike dhe ju falenderoj. Ju falenderoj që më zgjodhët mua. Po, atëherë është hera e dytë që flasim bashkë, por ndoshta dëgjuesit kemi qenë në një radio tjetër, ndoshta janë të një dëgjues ose jo, ndoshta janë shtuar edhe dëgjuesit. Me pak fjalë shkurtimisht, kush është Ilir Allkja për dëgjuesin e radios, domethënë një biografi shkurt, origjina, profesioni dhe angazhimi juaj si aktivist. Atëherë, quhem Ilir Allkja, jam me profesion mjek. Jam lindur dhe jam rritur në qytetin e vogël të Librazhdit. Kam kryer studimet dhe kualifikimet e mia në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Mjekësisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Kam punuar në disa vende të Shqipërisë, kam punuar në krizën humanitare gjatë luftës Kosovës, në disa nga kampet e kosovarëve, fillimisht si vullnetar dhe më vonë jam atashuar pranë një organizate franceze Parrainage Sans Frontières. Dhe jam atashuar me këto për arsye sepse ne thjesht si vullnetar nuk kishim as mjete dhe as medikamente e duhura për t'i ndihmuar vëllezërit dhe motrat e Kosovës. Dhe ndërkohë që kjo organizata franceze kishte gjithçka, mund të kontribuoja shumë më mirë. Dhe jam krenar për këtë pjesë të jetës time. Kam punuar si mjek familje në zonën e Gollobordës, në fillimet e karrierës time. Më vonë kam punuar në Kavaj, kam punuar disa vite në urgjencën e Tiranës, më pas në urgjencën paraspitalore të Qendrës Universitare Nën Tereza të Tiranës. Jam angazhuar në krizën humanitare të tërmetit të 26 dhjetorit 2019. Gjithashtu më pas, jam aktivizuar fort në krizën për shkak të pandemisë së COVID-19. Kam shfaqur publikisht pikpamjet e mia kundër menaxhimit që unë atë kohë kam quajtur kriminal prej qeverisë dhe kam shprehur pikpamjet e mia
se si mund të shpëtoheshin më shumë jetë shqiptarësh, mund të kurseheshin më shumë jetë edhe nga bluzat e bardha, sepse Shqipëria fatkeqësisht u rendit në një ndër vendet me vdekshmëri më të lartë, si në popullat, ashtu edhe në bluzat e bardha, përpjestuar kjo me numrin e popullsisë. Dhe unë pikpamjet e mia nuk është se i kam shpikur vetë në atë kohë. Unë lexoja dhe ndiqja shtypin francez dhe përpiqesha, domethënë që ato masa, ajo mënyrë menaxhimi që përdorin në Francë të mund të parafrohet disi dhe në Shqipëri. Mbaj mend në atë kohë kam bërë një letër të hapur ministres së shëndetësisë, zonjës Manastirliu, ku i kërkoja që të hapeshin spitalet e rretheve për të trajtuar të smurët me Covid, të përfshiheshin edhe mjekët e familjes në trajtimin e pacientëve me Covid, pasi në atë kohë para spitalit efektiv në Tiranë rrinin të grumbulluar me 10 autoambulancat ngarkuara me të sëmurë me Covid-19. Më falë, doktor, në atë kohë funksiononte në shërbim të prekurve me Covid vetëm ai spital? Spitali infektiv i Tiranës. Infektiv, po pra, vetëm ai. Me një kapacitet të kufizuar dhe spitali i sëmundjeve pulmonare Shefqet Ndroqi. Dhe ky gjithsesi me një numër të kufizuar shtetërish krahasuar me shtretet që kishin të gjithë spitalet e Shqipërisë. Kështu që dhe të smurët ishin me mira, ndërkohë që mundësitë për të kufizuar ishin me 10. Dhe në atë kohë i kam kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë që të kualifikonin sa më shumë mjek dhe infermier për kujdes intensiv, sepse në atë kohë e bënte Franca këtë gjë. Dhe normalisht që nuk mora kur përgjigje, jo vetëm që nuk u thirra një herë për të pyetur, megjithëse se kam qenë, si thua, tek skuadrat e para që menaxhonin të smurët me Covid, por përkundrazi, domethënë kundër meje u lëshuan gjithë ushtria e patronazhistëve, ka marrë thyrje dhe kërcënime të shumta në numrin tim telefonit, në rrjetet sociale dhe ka ndodhur dhe në rrugë. Dhe të njëjtën gjë, donë që bënte malavita në rrugë, e ka bërë kundër meje dhe malavita në pushtet. Përfshirë drejtuesit e qendrës spitalore universitare, drejtuesit e urgjencës kombëtare të ministrisë e deri te kryeministri. Me falë, doktor, që të nërpres. Ku binit ndesh ju me këta dhe përse? Cila ishte arsyeja që ata ju sulmonin për mendimet profesionale që jepni ju? Për shembull, ministrja ishte e fushës mjekësisë. Ministrja nuk ishte e fushës mjekësisë, ishte kimiste me sa di unë, dhe gjithçka nuk është se unë thoja, domethënë gjithçka që unë thoja, ka qenë gjithçka në mirë menaxhimin e situatës, që situata të menaxhohej sa më mirë, të shpëtoheshin më shumë jetë. Por qeveritarëve tanë i bezdisin fjalët, ato duan ti do atrokasësh. Ju shkosh pas me duar trokitje, me të tilla gjëra, me përulje, me yesmen, me të tilla nuk i durojnë dot, i bezdisin njerëzit që flasin për një mënyrë tjetër. Nuk duan asnjë fjalë ndryshe, asnjë propozim ndryshe. Doktor, nëse ne flasim politikisht, ne mund t'i bezdisim njerëzit tjerë sepse kemi ide dhe mendime të ndryshme. Ndërsa mjekësia dhe gjërat profesionale kanë një standard. Ti ke folë me gjuhën e profesionit dhe jo me gjuhën politike. Pra, ajo që ke thënë ti, mund të jesh kush mund të jesh, pra e qëndron se ke folë si doktor, si mjek, si profesionist, i asaj fushë në përpjekje për të bërë më të mirën. Pastaj si mund të artokasim ne budallë që janë qeveri
që ndoshta edhe shkollat i kanë mbaruar apo që kanë mbaruar i kanë deftersat falso. Një pjesë e mirë janë jo vetëm që janë të pashkolluar, po janë të pa edukuar në atë kuptimin që si thuash, janë kundër dijes. Janë kundër dijes. Domethënë, unë jam dakord sepse askush nuk mund di gjithçka, por në momentin që dëgjon diçka ndryshe duhet të bëhet kurioz, ta peshoj atë propozim, ta krahasoj dhe pastaj ta hedhi në kosh, nëse është i pavlefshëm. Por pushtetarët tanë, domethënë, nëse ju thua diçka ndryshe nga ç'to lideri i gjatë, absolutisht që fillojnë të kryqëzojnë të gjithë, të linçojnë publikisht në mënyrën më të poshtër. Dhe e vetmja mënyrë për të qenë jasme me dinjitet në Shqipëri është të miratosh gjithçka dhe të duartrokasësh të paditurit. Do me thënë bësh me dignitet i pa dignitet. Doktor, kam shkëputur një fragment nga Facebooku juaj, keni bërë një postim, në fakt nuk janë fjalët e tuaja, po janë fjalët e Taulant Mukës, i cili thot 40 rektor, kryesisht pa shkencë, mblidhen të ndërtojnë ligjin e ri të arsimit të lartë dhe vizionin shkencor të shtetit. E ka pa këtë pjesë, pasi edhe bisedat që po bëjmë ne në lidhje me mjekësinë, kur njerëz që këtu kanë lidhje me mjekësinë, ndërtojnë sistemin shëndetësor. Si mund zhvillohet një vend kur aktivizon vetëm militantët, servilët, familjar dhe shpërndan gjoka dhe ka që aktivizuar komplet elitën akademike të vendit? Si mund zhvillohet ky vend? Unë kam shumë respekt për Taulant Mukën, se është djalë i ri dhe në atë moshë të re që është dikushi në shkencë, në shkencën e mjekësisë. Dhe prandaj e ndjek dhe shpërndaj gjëra që më pëlqejnë rreth tij. Dëgjuesit duhet të kujtohen që në Shqipëri kryetari i Komitetit të Shkencës është kryeministri Edi Rama, që nuk ka asnjë lidhje me shkencën. Dhe ky është një sistem piramidal dhe të gjithë i ngjajnë kryeministrit. Në poste kyçe, që tek ministrit, të cilëve do në gjithë ministra dihet botërisht që kryeministri ju kanë ndaluar çdo lloj komenti, përveç se të miratojnë gjithçka që thotë lideri i gjatë. Edhe drejtorët e drejtorive nëpër ministra janë pikërisht të tillë, janë njerëz pa vesh, pa sy, doon që as shohin, as dëgjojnë, pa shpirt, por thjesht vetëm me gojë për të ngrënë, edhe me duar për të zhvatur. I njëjti sistem është kopjuar edhe në ato që quhen që jo quhen, po duhet të ishin çerdhet e dijes, edhe në universitete, në shkollat mesme, deri tek shkollat 9-vjeçare dhe madje, domethënë unë kjo është shtrirë fatkeqësisht edhe në kopshte. Domethënë vitin e kaluar në maj, unë kam dëgjuar dikë që ishte në siklet për të mbledhur vota për Partinë Socialiste, sepse bashortja e tij punonte pastruese në një nga kopshtet shtetërore në Tiranë, kopshtet Çerdhet. Domethënë, gjithçka në këtë, nga punonjësit më të lartë në ministri dhe deri tek sanitarët janë absolutisht të politizuar, skajshëm, të veshur me kostumin rilindës. Po, më dëgjon? Po, ju dëgjoj, nuk e di a më dëgjuat. Po të dëgjova, po diçka kontrollova se po vite zani si kështu dhe tash mos e prisha të
lidhjen. Doktor, përfundimisht pas një lufte të ashpër ndaj jush, ata luftë politike, ndërsa ju jo luftë, jo përballje, por qëndres profesionale, kryeministri arriti të shkarkojë nga puna me motivacionin se po i shërbeni politikës, apo jo? Kjo ka ndodhur në 31 janar të vitit 2020, nga që unë dilja shpesh në media dhe flisja absolutisht rreth vërtetave, pasi gjithçka që flisja unë e bazoja në komunikatën e Ministrisë së Shëndetësisë të Shqipërisë. Dhe komentoja mbi numrin e vdekurve, mbi sistemin anemik dhe atavik, të pamundur për t'u shërbyer njerëzve, një sistem shëndetësor i pamundur për t'u përgjigjur nevojat njerëzve, dhe natyrisht që jepja ato pikpamjet e mia se si ky sistem shëndetësor, i cili është sistemi i vjetër rus i shartuar, i arnuar me disa koncepte evropiane, të ishte funksional për shqiptarët, por kjo si duket nuk ju pëlqente ligjvënësve, nuk ju pëlqente atyre që merren me politikat shëndetësore, pasi të gjithë të duan që ti jesh i kënaqur me sistemin që është dhe thuash që është më i mirë. Është i njëjti sistem që zbatohet në spitalet e Anglisë, Gjermanisë, Francës e të tilla. Kështu deklaroi atko ministri. Unë u talla në këtë shprehje të kryeministrit në një televizion dhe këtë më kërkuan llogari në administratën e spitalit dhe u pushova nga puna. E gjitha kjo është. Nuk kam kryer kurrë gjatë gjithë jetës time profesionale asnjë shkelje në misionin tim si mjek, asnjë shkelje që ka të bëjë me sjelljen karshi pacientit, me trajtim të gabuar karshi pacientit, me trajtim pakujdesshëm, me thyrje disiplinës të paraqitjes në punë ose të mos paraqitjes në punë dhe me gjithçka tjetër. Do të thonë, kam qenë absolutisht dhe mbetem korrekt në shërbim të njerëzve, por u dënova thjesht sepse kërkova të shpëtoheshin më shumë jetë shqiptarësh, kërkova që sistemi të përmirësohej. Dhe në Shqipëri e kanë të merr këto pushtetarët tanë nëse ti kërkon përmirësime, sepse nëse e keni dëgjuar rilindasit në përfushata, thonë që nuk mund kërkoj më shumë sepse Shqipëria ka kapur majat. Nga Saranda, Vlora e deri në Veri, Shqipëria është më mirë të gjithkush. Me fal doktor, me qenë se puna këtu që kanë kapur majat, më kujtohet që në bisedën e parë që kemi bërë bashkë, bëjnë fjalë që në Shqipëria është zhvilluar shumë edhe nga ana mjekësore e shëndetësore, saqë Shqipëria do të bëjë një vend për turizëm shëndetësor. Por se kam dëgjuar të përmendet më herë tjera, ku është ajo situata, ku jemi, kanë vazhduar këto përgatitjet për turizëm shëndetësor, kemi ngelur në vend? Ta janë budallëqet e propagandës qeveritare, pasi shqiptarët e shkretë nuk gjenë kur përgjigje në Shqipëri. Ai që mbetet për sëmundje të rëndësishme për të trajtuar në Shqipëri, ose shet shtëpi e katandi dhe shkon e shërohet jashtë, ose vdes pa marrë shërbim mjekësor. Është uluritës shembulli i onkologjikut. Dhe gjithçka ndodh sepse ne kemi një shërbim shëndetësor të pa standardizuar, të pa planifikuar dhe kryesorja të pa subvencionuar. Në Shqipëri gjëja më e thjeshtë, të gjithë paguajnë sigurim shëndetësor, por në rast nevoje asnjë shqiptar nuk merr mbrapsh
kundra vlerën e asaj që paguan. Kjo do të thotë për shembull që nëse dikush operohet nga apandisiti, duhet marri shërbimin 100% falas në spitalin e shtetit, ose duhet zgjedhë një nga spitalet private dhe sigurimet shëndetësore i japin primin e sigurimit. Do të thonë i japin atë çmimin se sa kushton, sa vlerësojnë këtë operacion, fjala vjen kushton 900 euro, japin 900 euro dhe ky është i lirë që ta bëjnë në spitalin që bëhet me 1100 euro ose spitali që bëhet me 700 euro, apo e di unë zgjedh vetë pacienti se ku do ta bëj. Asnjë shqiptar nuk merr mbrapsht pjesën e kontributeve. Tjetër, Shqipëria ka një shërbim shëndetësor pa standarde, pa protokolle. Dhe kjo është për të vënë kujën. Protokollet janë ligj për mjekët. Do të thonë që mjeku është i detyruar ta trajtojë pacientin sipas një protokolli të caktuar. Por në Shqipëri nuk i plotësojnë këto. Është detyrim qeveritar që duhet ta bëjë i ministrisë, nuk e plotësojnë dhe ndoshta them, nuk e plotësojnë për arsye sepse nuk janë kushtet për t'i zbatuar ato protokolle, sepse duhet dojmos që duhet jetë një sistem i financuar, i mirë financuar, që të zbatosh protokolle. Dhe përveç kësaj, sistemi shëndetësor shqiptar është i pa planifikuar. Do të thotë që nëse në Shqipëri po e marrim kështu, po i minimizojmë shifrat, sëmure në vit 1000 veta nga tumoret, këto planifikojnë trajtim për 200 veta. E kuptoni çfarë katastrofe është? Po, unë i kuptoj të gjitha dhe mos prit diçka më tepër nëse profesionistat nuk bajnë agjendën e nuk menaxhojnë situatën. Nëse ajo menaxhohet nga politikan, nga patronazhista dhe nga militant, në këtë gjendje do të jemi gjithmonë sa të jemi gjallë dhe nuk do të shojë kurrë. Për fat keq, Shqipëria po mbetet, siç e ka thënë në infrashri, që lumë kushtëroj ta shoh zonjë, sepse ne zorse do ta shohim. Vështirë do të ketë, do të kalojnë breza, ndoshta edhe nuk bëhet. Unë kam vizituar baban tim të ndirë një herë në Kretë të Greqisë, tek një spital universitar, dhe ai doktori të profesor edhe më tha, nga jeni nga Shqipëria. Tha, Shqipëria ka shumë doktorë, më tha, të mu shumë të mirë. I thash, në që shpjegon këtë, thash, kur shpesherë shqiptarët duhet të emigrojnë jashtë për të vizituar, tha, dëgjoj, nuk është faji mjekëve, tha, pa është faji sistemit. Atje nuk ka pajisje, tha, nuk ka mjekë, tha, nuk ka sistem shëndetësor të saktë, por doktorët, tha, janë heroj, tha, se punojnë edhe në kushte të vështira, edhe pa aparatura, pa mjete, pa ilaçe, dhe mundohen ta bëjnë punën. Që aty ka marrë vlerësim për doktorat shqiptar, por sa të kemi këtë lloj politike, sa të kemi ta njerëz që zhvlerësojnë njeriu e ditur, ne nuk do shkojmë kurrë aty ku duhet jemi. Fatkeqësisht. Megjithatë duhet të gjejmë ca nota optimizmi. Të gjejmë nga fundi dheut e t'i nxjerrim. Patjetër që po, sepse këtu për këtë punë jemi këtu edhe të nxjerrim notat optimizmi, edhe të nxjerrim të vërtetat e bukura, por edhe të vërtetat e hidhura. Doktor, me çfarë merri tani? Ku e keni funksionin e mjekut? Unë punoj në një spital privat në Tiranë. Doktor, dëgjoj, doktor. Nuk ka problem që këtu nuk je për reklam, po të përmend në spitalin e gjanat fit pa lirshëm, nuk e pengojmë në këtë aspekt. Punoj në edhe reklam po t'i bëjmë doktorit, asnjë gjë tjetër nuk ka. Punoj në spitalin italian Salus, i cili është një spital me standardet italiane. Ne përdorim protokollet italiane në trajtimin e sëmundjeve, e të gjitha simptomave dhe gjithçka dhe çdo pacienti që shkel aty. Është një spital i mirë pajisur dhe unë kam gjetë si thush atë vendin që ndihem krenar që jam mjek, për arsye sepse thash kushtet e punës janë normale, janë kushtet normale të punës, nuk është se ka një luks. Do të thonë
kushtet e punës janë normale, trajtimi i pacientit është normal, është siç duhet të ishte, edhe në spitalet e tjera të Shqipërisë. Dhe si thua, kjo më ka bërë që vërtet të filloj ta dua profesionin tim. Pasi ju e kuptoni vetë kur punon në një urgjencë në cilën nuk ka pajisje të duhura, nuk ka mjetet, nuk ke kateter, kemi plot ngjarje nëpër spitalet e Shqipërisë që kanë rrahur doktorët sepse në raftin e urgjencës nuk ka kateteri, nuk ka serumin, nuk ka ilaçin e duhur dhe i nxjerrin njerëzit me drejta pa drejt, nuk di ta them këtë, por derisa s'ka aty u thonë njerëzit që shko bleje kateterin të ta ve, ose shko merre këtë ilaç që t'ja bëjmë nanës sa babës që e ke këtu. Dhe që aty nisin konfliktet që shpeshherë përfundojnë dhunshëm. Por për këto nuk besoj se fajin e ka mjeku i fermieri që punon aty. Pasi urgjenca duhet jetë e mirë pajisur me gjithçka që duhet nga A-ja tek Z-ja. Dhe unë këtu e ndjej veten profesionist në spitalin që punoj, pasi gjithçka që duhet është në urgjencë. Gjithçka që duhet. Dhe A i kryen të gjitha shërbimet ai spital apo është i specializuar vetëm në një? ai është i specializuar si spital kirurgjik, por është multispecialistik, pasi kryen të gjitha shërbimet në mbrojtje të shëndetit dhe të jetës. Sa të përballueshme janë çmimet aty për një pacient? Aty vjen shumë të huaj në përgjithësi, dhe veçanërisht italian. Dhe çmimet janë aq sa ato paguajnë tiket në sistemin shtetëror italian. Do thonë janë çmime që përballohen nga shtresa e mesme. Po, e kuptoj. Domethënë aty pas ka pa Rama që ka thënë që do filloj me turizmin shëndetësor. Nëse Rama e tha për spitalin universitar Nën Tereza, që do vinë të trajtohen të huajt aty, ndërkohë që shqiptarët që mbeten për të marrë shërbim aty, pothuaj nuk e marrin dot asnjëherë, janë me qindra pacient që shkojnë e vinë pa marrë dot shërbimin, dhe kjo është uluritëse, është tmerr, si të thuash. Unë kam një ngjarje që më ka mbetur në mendje dhe nuk më shtyhet dot para një viti e gjys tek po kaloja ke onkologjiku për të takuar, për të marrë kontakt me një njeriu tim që kisha ardhur aty, më del dikush që më njohu dhe më tha, doktor, tha, kam djalin 7 vjeç, tha, është hera e tretë që sjell, tha, nga Fieri këtu, tha, dhe nuk ka ilaçe, tha. E kishte me tumor të birin. Edhe i thash unë, të lidhur me një gazetar që të flasish flasësh në kamera, të flasish. Jo, në asnjë mënyrë, doktor, tha, se kështu tha mbeqi nga puna mu. Edhe ika, domethënë me një dhimbje koke që nuk më hiqej prej disa ditësh. Domethënë, ku ka shku shpirti i shqiptarit? Ai fëmia po i vdiste nga tumori dhe kishte hallin e kafshatës bukës. E kupton si e kanë skllavëruar mendërisht këtë milet? Po, a janë kaq të shtreta ata ilaçe apo janë neglizhencë sistemit? Këto i sjell shteti, sepse kushtojnë realisht dhe shteti, ky është roli i shtetit, që të garantoj shërbimin dhe mjekimin për çdo njeri, pavarësisht për çdo shtetas. Kjo është klauzol në kushtetut, të garantoj shërbimin dhe mjekimin për çdo shtetas të Republikës Shqipërisë. Po, si do t'i bante 300 shtëpia Belinda Ballukun nëse do t'i blinte ilaçet në rregull edhe sipas rregullave të shtetit? Ato gjysmën e parave që janë vjedh ke tuneli Llogaras, për shembull nga 50 milion, ishte 5 dhe përmbyteshin gjithë spitalet e Shqipërisë
me barna, me pajisje, me mjete, me gjithë. Se Shqipëria është karandisë e vogël. Tonë Shqipëri nuk ka më shumë se 1 milion banor. E vërtet. Për Krishtlindje dhe gjatë muajit gusht që shtohet, mund të shkoj ke dyshi se vinë emigrantët dhe që shtohet dhe merret disi jetë, por Shqipëria për jashtim Tiranës së Durrësit e në qytetit tjetër, po përgjithsisht qytetet e vogla janë të shkreta. Fshatrat numërohen fshatra shumë pothuajse të braktisur fare. Edhe politika e shtetit nuk ekziston fare, nuk ka asnjë agent për të populluar këta vende, nuk ka krijuar lehtësira fare. Edhe ata vazhdojnë të shpopullohen. Ka një agent të mirëfillt për t'i populluar me shtetas të dorës tretë, të cilët mund vinë për ta parë Shqipërinë si një mundësi më shumë si trampolin se sa për të jetuar këtu. Domethënë, unë shumë vite përpara kam lexuar memorandumin e serbit Vaso Čubrilović. Dhe ndër të tjera, ai aty domethënë skiconte me detaje se si duhet t'i përzihen shqiptarët nga Ballkani. Dhe ndër to thoshte jo me luftë, sepse nëse ne do luftojmë shqiptarët, do vritemi dhe ne. Por ne duhet t'i mërzissim ato në të drejtën e pronës, t'ju mohojmë pronën. Duhet t'ju prishim pyjet, t'ju prishim të mbjellat, të korrat, lumejt, në të drejtën e punës. Tipike ajo që kanë hequr me mira shqiptar nga puna vetëm se nuk vishin kostumin e rilindjes. Në të drejtat në gjykat, thoshte shqiptarëve mos u njihen të drejtat në gjykat, dhe si kemi përfunduar sot. Kemi përfunduar në mënyrën më skandaloze. Nëse ke një çështje, nëse hap një çështje në gjykat, ajo çështje mbyllet pas 10-20 vitesh. Me shumë mundësi, domethënë dikush mund të mos jetë më fare. Domethënë, ai memorandumi i famkeqit Vaso Čubrilović në mënyrë të organizuar, në mënyrë të çorganizuar, po zbatohet kështu pik më pik në Shqipëri. Atëherë edhe heshtja jonë ndoshta ka atë përgjithësinë e vet, edhe shkoj te një fjalë jote që keni thënë që të mençurit që nuk flasin dhe të paditurit që flasin janë ata që shkatrojnë shoqërinë. Pikërisht. Tek ne për shembull unë dëgjoj plot njerëz që thonë po pse do flasish, ama se ti po flet, po ndryshon gjë. Po, e vërtet, as zgjedhin të mençurit vetë mos flasin, edhe të paditurit të flasin më të lartë, apo është agent që i kryen këtë kushte që të ndodhi këtu? Ndërsa nga krau tjetër, unë dëgjoj plot derdimen, që nuk kanë thash as edukim, as arsimim, as gjë që shiren me të madhe se kjo punë është kështu, ky vend bëhet kështu, këtë vend e bën Edi Rama, këtë vend e bën Belinda, këtë vend e bën ajo tjetra, Spiro Pali e kështu me radhë, sepse këto janë njerëz që kanë zemër, që e duan Shqipërinë, që kështu, ndërkohë që është e stërvërtetuar që janë njerëz që urrejnë Shqipërinë, janë njerëz që si thuash e kanë varur në cengel Shqipërinë, e kanë rjepur dhe po e ndajnë shpatullën ja japin dhëndrit të Trumpit, një këmbë tjetër ja japin një greku e kështu me radhë, vetëm që të garantojnë sundimin e tyre. Jo mbi 3 milion shqiptarë që ishin në vitin 2013, por mbi 1 milion, ndoshta edhe sikur 100.000 të mbetet, mjafton që këto t'i sundojnë dhe të thyen çdo kockë të asaj që ne e quajmë Shqipëri, ose MMD.
Me qenë se përmendet disa emra tani, nuk përmende emrin e Taulandit. Taulandin si e kemi kështu si atë patriotin tënë? Atë vetar, punëtor? Taulanti nuk mund të jetë as atë vetar dhe as punëtor. Taulanti nuk ka marrë as mesmen, tamam, nuk e ka mbaru gjithë shkollën e mesme. Mori një vit studimi për Rumani shumë vite përpara dhe u fol që ishte kryeministri i ndjerë Bashkim Fino që ishte dhëndër në Librazh, e prezantoi me Fatos Nanon, ai e mori këshilltar atje në mënyrë që t'i bënte si nder Finos. Dhe ai shprehu normalisht për ulësi të madhe dhe me atë si thuash është tipi i krokodilit që vetëm si thuash ose më mirë tipi i qenit që ka frika të më të madhin dhe ka fshona të më të voglin. Domethënë atë që s'ka frikë. Dhe arriti ngjiti shkallët e karrierës, si thuash i kthei kurrizin Nanos dhe shkoi pas padronit të ri Ramës. Ka tregu zell në gjithçka që i ka kërkuar. Thuhet që është lidh me gjithë Malavitën, fillim të Elbasanit e pastaj të gjithë Shqipërisë. Ka bërë para dhe është realisht modeli më i keq që mund t'ju prezantohet rinisë shqiptare sot, se si nga askushi, domethënë nga një si thuash që ha kafshatën e bugës së thatë, arrin e bëhet të kapi majat, imagjino, domethënë që Tauland Balla jetë këshilltari një kryeministri, ky mund të jetë niveli më skandalos, më i ulët që mund të ketë. Kjo tregon edhe nivelin e politikës, sepse një i mençur merr një të mençur, një i ndershëm merr një të ndershëm. Këto tipa nuk kanë as shkollimin e duhur. Shi se Taulandi ka doktoraturë kështu me letra. Doktoraturë. Por kjo është Shqipëria, këta tipa janë shembulli më i keq për rinin, sepse sot të rit e din shumë mirë që nëse do të bësh dikush, nuk bëhesh në universitet, nuk bëhesh duke ndjek rregullat, por bëhesh pikërisht duke i thyer rregullat. Për kjo është uluritse, është shumë e zezë. Unë nga sot do t'i thras doktor Tauland Balla me qenë se ka marrë dhe pas ka dhe doktoraturën. Doktor, jeni një qytetar i devotshëm, jeni një profesionist i kompletuar si thash edhe më lart, jeni një aktivist guximtar, nuk keni zgjedhur rehatin tuaj, por sakrificën për të shërbyer komunitetit, shoqërisë shqiptare dhe vendit, dhe në fakt kur i bën të gjitha këto, i ke shërbyer edhe vetes. Me dukesh një zë që nuk hesht pas në ndjek me vëmendje. Se nuk ju shohim në media? Edhe vjen, kam edhe në një nën tekst. Është agjende medias në shërbim politikës, të mbajë çdo zonë të fortë dhe të guximshëm larg syve dhe veshëve të popullit për të siguruar se zëri politikanëve mashtrues hajdut dhe të paaft do dominojë debatin në Shqipëri? Unë atë vit që më hoqën nga puna, tentova të isha, si thuaç, të hyja në politik, por nuk pata fat. Konkurova në kuvendin e 30 prillit 2022 si për të qenë antar i Këshillit Kombëtar të PD-s, por megjithse më takuan mund të them me 10 delegat në Pallatin e Kongreseve dhe më premtuan pa ju kërkuar se do më votonin, dinin edhe numrin që isha në fletën e votimit. Unë nuk u kualifikova, ndërkohë që aty u kualifikuan plot emra që publiku nuk i njeh fare dhe s'kan bërë asnjë betejë publike në jetën e tyre, dhe
si thua aty pas që thash Ilir ti nuk je për politik. Në atë kohë bëra njohjen e diplomës në Regjon Lombardia dhe në momentin që po mendoja të shpërngulesha për në Itali për të punuar mjek atje, mora një ofertë në Spitalin Italian Salus dhe mendova se ishte më e mirë kjo gjë që të vazhdoja në të moshë jam unë të punoja të jetoja në vendin tim. Doktor, mos fitoren në votimin për kuvendin kombëtar, unë mendoj që e ke inteligjencën e mjaftueshme ta marrësh si kompliment. Pse them kështu? Do të sqaroj. Shpesh në bisedë me miq, me shok, thon filani, ç'a është politika, në çfarë pozicioni ka, jo nuk ka pozicion. A them që nga burri mirë, pse burri mirë që s'ka pozicion? Po të gjithë njerëzit e mirë i mbajnë larg pozicioneve sepse nuk i përdoren dot. Doktor, mirë ka thënë nuk je për politikë sepse nuk je mashtrues, nuk je servil, por je profesionist, je ndershëm, je rregull, nuk i shërben politikës, edhe patjetër që politika nuk të do mirën e vet. Kjo është e gjitha. Edhe prandaj jemi këtu ku jemi sepse i mbajmë larg njerëzit që na duan. Dhe të jesh në media në Shqipëri, duhet patjetër që si thua të hysh në atë klishene tyre, domethënë që të thuash ato gjëra që u shkojnë për shtat dhe mos thuash gjëra jashtë, domethënë nuk mund të jetë një bisedë e lirë si kjo e jona sonde. E vërtet. Unë kam marrë disa njerëz në intervistë dhe më kanë thënë, më kanë pyetur se si e ndërtojmë bisedën, më kanë thënë biseda është komplet e lirë, edhe unë pyes ata që mendoj, po ti përgjigjesh atë në mënyrën që dëshiron, edhe nëse ke diçka për të shtuar, e shton. Se kam shkuar në disa televizione edhe kur filloj të flas, mundohen që të më ndryshojnë çik temën e muhabetit. Kjo nuk quhet media, kjo quhet pastaj në nënshtrim, quhet servilizëm edhe agent në shërbim të politikës të degeneruar shqiptare. Po, doktor, do të ndrrim pak sot temë. Ashtu si jeni ju, edhe unë jam një aktivist që me mundësitë e mia modeste mundohem të ngrej zërin kundër padrejtësive, kundër këtij regjimi mafios, që vjedh qytetarët, kshet vendin, është në urdhrat e krimit, ose urdhëron krimin, kjo ngjelet për të parë. Ka bërë aq shumë sa që po t'i përmendim të gjitha nuk na del emisioni sonte, por do masim edhe energji. Dhe unë mendoj se energjinë duhet ta përdorim në organizimin për rrëzimin e Ramës. Të gjitha i kemi thënë kundër Ramës, por asgjë nuk kemi bërë. Ai mbretëron i zhytur në skandale, madje çdo ditë edhe më i fortë kontrollon gjithçka. Unë e ngrej zërin tek organizimi i shoqërisë dhe politikës shqiptare, sepse besoj se nga aty vjen shpresa edhe jo nga denoncimet e papasura me organizim dhe aksion. Ajo që unë kuptoj është që në përgjithësi shoqëria shqiptare është, si thua, është atrofizuar. Është si thua, është në agoni. Është një shoqëri e sëmurë që nuk çohet dot në shtrati. Në biseda që të ndryshme, unë gjej shpesh atë disa tokfjalsha që janë vrasës. Domethënë, njerëzit thonë, e më le të vjedhin, thot, edhe tjerët kanë vjedh. Halal ta ketë, biles turpësh mos vjedhin. Bravo i qoftë. Po mirë më zotni, ky që po vjedh, kjo ministre, ky ministër, ky kryeministër, po vjedh parat që do bëheshin shkolla, barna, spitale, rrugë për ty, për prindët e tu, për fëmijët e tu. Domethënë, Shqipëria do ishte më e mirë. E më varja e Shqipërisë. Domethënë, heqin dorë nga vetvetja, jo vetëm nga vetvetja, po heqin dorë nga e ardhmja e fëmijëve të tyre, që kjo është vrasëse. Të heqësh, se më kujtuaj tipi që nuk donte ta denonconte me fytyrë në media sepse thoshte mu më heqin nga puna, ndërkohë që fëmia po i vdiste pikërisht nga mungesa e barnave.
kjo është e tmerrshme dhe mendoj që një shoqëri e cila e mbron vjedhjen dhe vjedhësit është e sëmur, është e degraduar. Këtu duhesh i Zoti nëse ke diçka në dorë dhe ti abuzon vjedh dhe e kundërta quhesh rob koti, njëri që si i Zoti për vete nëse nuk vjedh. Domethënë, ne e kam përsërit shpesh këtë gjë. Ne si popull, në përgjithësi them, nuk në përgjithësi do të thotë që shumica e njerëzve kështu mendojnë që hajt mëse halal e kanë le të vjedhin. Kështu kanë bërë gjithë, le të vjedhin e këto. Kjo është merr. Prandaj e quaj që shoqëria jonë është jo vetëm e atrofizuar, domethënë e mbaruar, po është e shtrirë në atë shtratin e vdekjes dhe nuk dënjon të shërohet, nuk dënjon, domethënë një shoqëri vitale krijon precedent, domethënë e hedh këtë kryeministër, hedh kryeministrin tjetër, e tjetrën, e tjetrin dhe krijon precedentin që kushdo që abuzon me pushtetin, kushdo që se mban fjalën hidhet në kosh. Dhe le ta provoj të jetë kryeministër, edhe Genci, edhe tjetri, edhe tjetri, edhe tjetri, dhe kushdo nga këto që se marr fjalën populli ta hedhi në kosh. Shumë vite përpara, më kujtohet nga vitet 95-96, Italia bënte zgjedhje çdo 6 muaj. E hidhin qeverinë dhe zgjedhjet parakohshme. Në Britaninë e Madhe që nga koha që ka marrë në vitin 2020 janë ndryshuar 5-6 kryeministra. Po, kjo është e shëndetshme. E shëndetshme sepse njerëzit ta japin besimin dhe në momentin që ti e shkel besimin e tyre të hedhin. Mirë po, këto ne jemi e tillë shoqëri, do më kujtohet shumë vite përpara një fëmijë im që kishte një grua që ju a bënte qefin gjithë lagjes, dhe ky i shkreti e dinte, po thoshte, po ja e ndava këtë, thoshte, qa do marrën, më mirë maj këtë që kam. Dhe më thonë, pavarësisht se ishte një grua shumë e padenjë për të qenë, ishte një tepër shumë e padenjë për të qenë bashorte, ky e mbante me atë që kudo gjej tjetër. Ndërkohë, edhe shqiptarët të njëjtën gjë bëjnë. Thonë, ja e hodhëm këtë, po ku do gjejmë në kryeministër tjetër. Ndërkohë që Shqipëria ka, jo me qindra, po ka me mira djem dhe vajza që janë shumë më të lartë, qoftë nga aftësitë morale, qoftë nga aftësitë profesionale, qoftë nga dashuria që ndrojë shumë më lartë se këto palo qeveritarësh që janë sot në Shqipëri. Po, unë besoj dhe ka krijuar bindjen, ashtu ndoshta si thonë se shqiptarët nuk lëvizin, po kam përshtypjen se shqiptarët kanë humbur besimin te politika, edhe janë disi të turbut, nuk e din nga t'ja mbajnë me këtë mbërtesin, edhe politika ka arritur në atë fazë, si opozita, dhe si pozita të mbajnë larg çdo njeri të ri që mund të jetë i aftë që të drejtojë këtë vend, sepse çdo njeri të aftë që mund të dalin në skenë, ata e shohin si kundërtar, ata e shohin si armik, ata e shohin si rrezik të humbjes së karrikës së tyre. Prandaj njerëzit janë si të çrënduar, besoj. Unë arrit ta kuptoj Partinë Socialiste, sepse ato si tipa janë të gjithë njerëz që vjen rresht, janë njerëz të rreshtit së pari. Dhe së dyti, Rama me atë të drejtën e vet, thot, unë po ju mbajnë në fitore, thot, po ju mbajnë pushtet dhe si thuaç e ka hequr fare si opsion këtë që në Partinë Socialiste t'ju jepet mundësia të rinjve të rejave që të deputojnë, që të fillojnë të organizohen dhe të merren me politikë. Por këtë gjë nuk e arrit ta kuptoj dot në politikë, në politikën e opozitës, sepse do të thonë ka një rezultant dhe rezultanti është marrja ose rezultati, si ta quajmë, është marrja e pushtetit. Dhe nëse
ti anijen që drejton nuk e nxjerr dot në bregun e pushtetit, sepse kjo është qëllimi i konkurimit në zgjedhje. Atëherë, duhet t'i lesh radhën Gencit, Artanit, ku e di unë, kujdo tjetër, Arbenit që t'i japin këto drejtim. Dhe është qytetari, si thua, gjithmonë bërja një hapi pas. Unë kur PD-ja rithemeluar fiksoj në statut atë nenin që u quhet Basha, me të drejtë, unë kam ndjerë respekt në atë kohë, e thash bravo. Domethënë, pavarësisht sepse e di që këtu do bëj armiq që nuk ka pse të jenë gjithë dakord me mua tek e fundit. Por pavarësisht justifikimeve, domethënë unë marr përsipër një detyrë dhe nuk arri do ta nxjerr, dështoj rregullisht në dy palë zgjedhje. Atëherë ndoshta janë të gjitha të vërteta atë, sepse Rama ka ndërtuar shtetin policor, kontrollon individin në detaje, në gjithçka. Por atëherë unë nuk po ngjall më shumë, nuk po ngjall optimizëm, besim, energji popullore. Atëherë çfarë të bëjmë? Duhet hap krahun për dikë tjetër. Realisht, unë kam qenë pjesëmarrës shumë aktiv në çdo protestë në 2019 dhe ka pas një energji shumë të madhe kundër qeverisë. Por ato protesta u keq përdorën dhe energjia popullore, si thua, përplasë e kot rrugëve të Tiranës. Çfarë dua të them? Që në ajo kohë Rama ka ardhur duke grumbulluar gjithmonë më shumë pushtet dhe e gjitha kjo është për fajt të opozitës. Për fajt të strategjisë gabuar të opozitës. Dhe për mua nuk ka rëndësi se kush është kryetari i opozitës. Është Basha, është Berisha, është Sheha. Më falni, është Shehaj, është ku e di unë si do të t'ia vëmë emrin. Për mua ka rëndësi rezultati. Ti nuk po nxjerr rezultat, hap krahun vlla. Hap krahun, nuk Doktor, unë mendoj doktor se në Partinë Demokratike është e njëjta gjë ashtu si në Partinë Socialiste, kush nuk vjen në rresht, sot nuk është pjesë e vendimarrjes atë, të larguar, asnjë nuk po hap krahun, asnjë nuk po krijon një frymë të re, asnjë nuk po drejton në mënyrë ndryshe, domethënë e njëjta agjendë në një protestë dhe në protestën e dytë e njëjta agjenda thua si fotokopi asaj të parës. Ato protesta a bëhen për të sforcuar ose për të bërë presion në Ramës për të larguar, apo bëhen për të thënë që opozita jemi ne? Duket se kjo është luftë ndërmjet opozitës, një përballje numësh opozitare dhe jo një përballje me Ramën. Ajo që ndjej unë është që protestë pas proteste cimentohet opinioni që Rama nuk rrezohet. Shkarkohet energji kot. Më mirë një protestë të madhe se sa 3 protesta të vogla. Po përmend në mënyrë figurative Ortekun. Orteku, domethënë mali i ngarkuar me borë, nëse të del jashtë kontrollit, Orteku bëhet goxha i madh dhe merr përpara shtëpia, rrafshon fshatin, çati dali përpara. Por, nëse gjithë të ngarkesën e borës të Ortekut e shkarkojmë pjesë-pjesë, atëherë ai është krejt i parrezikshëm sepse janë pjesë të vogla që shkputen hera herës dhe më në fund bora zbret e gjithë poshtë, shkrihet e gjitha dhe nuk kemi asnjë dëm. A ishit sot në protestë? Nuk isha sepse unë kam qenë në punë deri në orën 7 darkës dhe ishin rrugët e bllokuara sepse doja të shkoja. Unë shkoj në protesta
Nuk e kam problem se kush i organizon, unë shkoj sepse unë paguaj goxha taksa, qoftë direkt, qoftë indirekt në çdo mall e në çdo shërbim që marr në Shqipëri, dhe shoh që këto taksat e mia vidhen. Shkojnë protest sepse qeveria nuk qeveria e Shqipërisë plaçkit gjithë pasuritë tona. Është një tuf njerëzish që janë të pashkolluar, të paedukuar, që nuk kanë as zemër, as shpirt, as sy, as vesh, por thash kanë vetëm gojë për të kafshuar dhe duar për të zhvatur. Dhe sa t'jen këto, unë do shkoj gjithmonë në çdo protest. Po, unë ju kuptoj, doktor, por kam arritur në një konkluzion se shpesh herë unë jam kritik dhe mundohem që jo të ndikoj, se kam kapacitet të ndikoj, po t'i bëjnë thirrje opozitës që të organizohet ose të reorganizohet. Edhe njerëzit më thonë, po Ramën e harrove. Jo, Ramën nuk e harrova. Për Ramën e kemi thënë sa Hajdut është i poshtër, është kriminal, ka të gjitha poshtrat, të gjitha poshtësira që mund të bëjë një njeri, i ka bë. Ai nuk ishte kur kryeminist, sepse njerëzit që kanë jetuar afër që në rinin e tij e kanë pas as një njeri imoral, një njeri i pa denj i shoqërisë shqiptare, po sot ai është kryeminist në mandatin e 4. Mbaroi ajo punë, e kemi vendosur Rama si keq nuk na bën. Duhet që ne të pyesim vetëm çfarë mund të bëjmë që ta rrezojmë. Kur futemi në këtë, se çfarë mund të bëjmë, më thonë njerëzit, po ti harrove Ramën. Jo, më kujtohet Rama më shumë se sa ju, prandaj mendoj se si ne ta rrezojmë. Edhe vjen një shembull jeni ju doktor. Për shembull, Sali Berisha kur egzaltohet edhe jep shpresë vetes, por do t'ju japi shpresë edhe militantëve, fillon e hapet. Në momentin që fillon e hapet, ku i ban thirrje? I ban thirrje të gjithë atyre politikanëve që ndoshta i ka pas vet edhe e kanë trotuar, ose të gjithë politikanëve që janë në ditët e tyre më të këqija, ose atyre partive politike që ata kanë një kryetar, nuk kanë asnjë tjetër, ndërsa lën jashta njerëz qendrestar edhe aktivista si ju, që jeni një njeri, po keni njerëz sa një parti, pra këtë nuk e kuptoj, domethënë, a kalkulojnë matematika apo jo? Unë do të them diçka, në përgjigje të asaj, sepse edhe mu ndodh të thonë, po pse Rama nuk ka faj, ose Rama nuk është i keq, Rama është i ligjshëm në misionin e tij të zi. Po. Të pështroj sa më shumë Shqipërinë dhe shqiptarët, të plaçkis sa më fort këtë vend, thash e ka varur Shqipërinë në çengel dhe me anxhar në dorë çdo natë pret një copë ku t'i pëlqej për ta ngrënë me miqtë e vet. Domethënë Rama është ky që është dhe ai është si thua i suksesshëm në atë misionin e tij të zi. Ne duhet të bëjmë kundërpërgjigje në Kashiramës, dhe duhet të jetë një kundërpërgjigje energjike, efektive, jo duke rrit njerëzit kot, domethënë gjithmonë që hajt se jemi në kilometrin e fundit. Dhe ai kilometri i fundit nuk po vjen kur. Ai ishte i gjatë shumë ai kilometri i fundit. Fatkeqësisht. Dhe se dim se sa i gjatë është. Tani ti e ndjek futbollin, besoj? Po. Edhe ne shqiptarët bëjmë shumë krahasime me futbollin. Një trajner, kam dëgjuar shpesh herë për shkakun se thotë, fut pjesën e parë bani këtë lojë, por duke pasë sulmi vitin nga krahu i majt, mori e zvendosi mbrojtësin nga atje, shrej atje. Ose e ulin stolni mbrojtës që ishte më i ngat, nuk ishte i shpejt, edhe mori nga stoli një tjetër. Pra, edhe brenda një ndeshje ndryshon taktika në varësi të kundërshtarit. Ndërsa opozita nuk po arrin, domethënë, të krijoj taktik, domethënë nuk arrin ta ndryshoj me të njëjtit njerëz. Kjo besoj që është çik që nuk sjell rezultat, domethënë ne shkojmë për humbje, domethënë çështë tek fillimi asaj që nuk organizohemi me mënyra të ndryshme, me njerëz të ndryshëm për të krijuar frymë ndryshe, atë frymë popullore që zhduk jo vetëm Ramën, po çdo diktator tjetër në qoftë e merr seriozisht. E vërtet.
E vërtet, fatkeqësisht e vërtet. Kjo është që po ta bëjmë atë ky krahasim shkon më mirë që ky trajner skuadrën e vet nuk përcon dot kurrë në fitore, përkundrazi gjithmonë më shumë ham, më shumë do mëson më shumë gola. Kështu që atëherë duhet ndru trajneri. Trajneri lojtarët, më kujtohet një rast Gjermania, për t'i bërë nder Mateusi që t'lute sa më gjatë në kampionat botror, psoj sa humbi skandaloze në kampionat botror e ule minutë turpshëm. Thjesht për hir të Mateusit. Ne besoj nuk kemi në atë fazë. Ne nuk do të promovojmë emra, ne nuk do të ndjekim emra, ne do të ndjekim rrugën që do të na shohë te fitoria. Edhe në atë fitore nëse nuk na shoh Sali Berisha, nëse nuk na shoh Flamur Noka, ne duhet të hapemi doktor. Unë ti se ne s'kemi sa me po ata që pretendojnë se do të heqin këtë përplasje opozitare. Ne po e bëjmë pjesën tonë dhe unë jam krenar që gjoj njerëz si ju, të cilët duan shumë Shqipërinë, pavarësisht se janë larguar, duan shumë me mendje, me zemër dhe duan që gjërat në Shqipëri të ndryshojnë. Të ndryshojnë për të mirën e shqiptarëve, jo për të mirën e Gencit dhe as për të mirën e Ilirit. Po jo më unë ti kemi gjëra të ndryshe, unë kam jetën këtu në Angli për shkak, pse të ta thartoj trunën që kemi ne në jargon popullor për Shqipërinë për nga ana personale. Po nuk jam si individ, unë mendoj për adheun tim, sepse aty kam lind e aty jam rrit. Mu më dhem shpirti për atë gjendje të Shqipërisë. Edhe mundohem të jap kontributin, po na refuzojnë kontributet, doktor. Është punë për ta. Atë po them, kushte 4 kit nder doktor, edhe me thënë hajde doktor, angazho me ne, hajde me ne, se duhet bashkohemi e të ftojmë qeverinë. Asnjë. Pyete Jeni Sherin, sa veti kanë shku Jeni Sherit edhe sa herë për bashkë. Çfarë partie ka Jeni Sheri? Kanë s'bë meme në të gjitha televizionet dhe rrjetet sociale. Aty shkojnë i trokasin nder, ndërsa njerëzve me dinjitet dhe integritet nuk i shkojnë kush. I kam thënë doktor Berishës në zyrë, doktor, Shqipëria është një vend i vogël. Ne i njohim njerëzit tanë. Duhet shkojmë edhe t'i kapim për krahu, edhe t'i lutemi. Ju lutem, hajde, kontribo për vendin, edhe në ciklin e Partisë Demokratike po t'jetë nevoja, por jo duke i injoruar dhe duke i poshtruar, por duke i dhënë të drejtën e fjalës, të mendimit edhe të mendimmarrjes. Nëse kjo punë ju takon atyre që kanë gjëra në dorë, domthonë në politikë bërje. Patjetër që atyre, po nëse ata marrin seriozisht duhet i shohin ta gjana. Unë besoj se po ta merrin seriozisht gjëra do ishin ndryshe dhe do kishte tjera vendimarrje, tjera qastje, tjera rezultate. Mendimi im. Po, ashtu është e vërteta. Prandaj kemi ardhur këtu ku jemi sepse ata nuk konsultohen, kanë një agjendë, nuk e di se si e kanë atë agjendën, edhe kush e ban agjendën, vetëm se ata po kërkojnë me këmbgulje të marrin rreth vetes njerëzit më të pastë. Ti shif grupin parlamentar të Partisë Demokratike, edhe shif njerëzit që janë jashta grupit parlamentar që mund të kishin qenë deputet të devotshëm, edhe cilësia duket qartë. Ata që janë në parlament, për shembull, që arrin e thot Belin Kolliçi, një eksponent i lartë i PD-s, thot unë nuk e dija sepse votoja. Nuk e dija sepse votoja, thote, sepse nuk e kupton. Unë kam kohë që tërhiqem dhe nuk komentoj gjë nga kampi i opozitës. Për arsyen e thjesht sepse thjesht bëj armiqe, do fillojnë të më etiketojnë, denigrojnë Koti që apo që ka sepse në Shqipëri ka disa mendje shkurtër që i ndajnë oje me Berishën, oje me Ramën. Ndërkohë që unë jam me Shqipërinë dhe me shqiptarët. E kuptojmë, po edhe ata që kanë marrë përsipër organizimin e opozitës, duhet që t'ju themi që nuk po bani mirë, se po nuk i kam, duket se duhen sikur po bajnë mirë. Shpresojmë që do ndryshojnë, të lutemi ne,
që gjërat të ndryshojnë. Doktor, mirë atëherë, unë të falenderoj që ishe sonte, besoj që thamë diçka po ka edhe ma shumë për të thënë, por për arsye të obligimeve tuaja, ne do të vazhdojmë bisedën herë tjetër, besoj që do të... Me shumë kënaqësi, ishte privilegj, thash, për mua ka qenë privilegj që të isha në radio me ju. Falenderoj gjithë dëgjuesit, dhe veçanërisht ju uroj suksese. Ju uroj suksese në këtë nismë të re. Ju falenderoj edhe unë, besoj që nisa me ty është një kam në marë, sepse ne i vlerësojmë njerëzit, nuk kemi si ata të tjerë që nuk i vlerësojmë për i lanë në rrugëve, në kuptimin në sojzë se rrugëve që e gjenë rrugën vetë, nuk kalën kush rrugëve, po përthem që duhen vlerësu njerëzit dhe unë me thënë drejtën ta përmend emrin shumë herë duke të marrë si shembull pozitiv, edhe unë jam për promovimin e shembullve pozitiv, kështu që ne do të kemi rast të komunikojmë edhe herë të tjera bashkë, edhe unë të falenderoj që ishe me ne sonte. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit dhe natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Të nderuar dëgjues, kjo ishte intervista ime për sonte, ishte e shkurtuar se ishte planifikuar, por doktori ka obligime profesionale dhe me qenë se është edhe mjek i duhet të shkojë te puna. Unë ju falenderoj që na ndoqët, edhe besoj që do vazhdojmë kështu, duke u rritur, duke u ngritur, e duke u përsosur, përsosin së të arrim kur, po pak do të tentojmë që të bëhemi më të mirë. Unë pres mesazhe dhe komente nga ju, për ndonjë vërejtje që keni që unë t'i lexoj dhe të kem kohë që disa prej tyre, jo të gjitha, ti korrigjoj gjatë javës. Po, për momentin shifemi çdo të martë, pasaj nuk e di se si do vazhdojmë dhe si do të shkojë puna. Por që do të jemi në kontakt vazhdueshëm me ju, se unë nuk rri dot pa ju, kështu që do të jem prezent. Ju falenderoj që na ndoqët, ju uroj natën e mirë, edhe mirë dëgjofshim të martën e ardhshme. Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.